Faleminderit zoti kryetar I kuvendit, zonja deputete dhe zotrinj deputet. Para 10 ditësh isha para kompjuterit, po shikoja një portal lajmesh dhe lexova që zëvendësja e PD-s, nuk më mend se Laura apo Silvi, deklaronte që drejtori I shërbimeve në prefekturën e Tiranës ishte një person I dënuar me shumë vite burg nga një gjykatë e Atinës për narkotrafik. 35 a diçka të tillë minuta më vonë kishte dalë për gënjeshtrimi që kjo është e pavërtet. Është gënjeshtër, personi është I padënuar. U bëra kurioz, kisha kohë të lirë dhe kërkova në Google emrin e drejtorit. Dhe gjetja e parë ishte faqja e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, ku zotëria në fjalë kishte paditur gjykatën e Atinës për vonesa procedurale dhe përfitoi një gjobë 1500 euro, por dënimi bazë përsëritej dhe në dokumentin e Strasburgut. 15 vjet burg në gjykatën e nivelit parë dhe një reduktim prej 5 vitesh 10 vjet burg për narkotrafik, plus një gjobë. Një gjobë për prej 5.000 eurosh. Gjëra të tilla mund ndodhin. Të nesërmen zotëria dha dorëheqjen dhe ndoshta çështja mund të ishte mbyllur këtu sepse u largua nga kjo detyrë. Në fakt, jo për një vend Bashkimit Evropian, por edhe me vend me standarde më të ulta, një çështje e tillë nuk mund të përmbyllej në këtë vend. Prefekti, titullari I tij emërues duhet të kishte thënë, e dinte këtë fakt apo jo? E kishte kërkuar të vërtetën në kurikulum vitae në jetëshkrimin e zotërisë apo jo? Ja kishte fshehur zotëria të paktën shefin e personelit që duhet ta hetonte, duhet ta kishte shkarkuar. Por prefekti Sadi Vorpsi nuk foli për këtë punë. Por ndoshta unë po kërkoj standarde tepër të larta dhe të pa zbatueshme nga mazhoranca aktuale. Dhe thash që parë me një dorëheqje edhe mund të ishte mbyllur ajo çështje, por vetëm ajo, sepse kjo është një ndër shumë çështje dhe fatkeqësisht për vendin tonë është përjashtimi që konfirmon rregullin. Sepse si asnjëherë tjetër, opozita, që nga kryetarit e deputetët e zëvendëset, në mënyrë të rregullt nga një herë, 2 herë në ditë, po denoncon raste emrimesh të personave, të cilët me vendime gjykatash dhe me dokumente tjera rezultojnë me rekorde kriminale, me veprimtari penale të kryer në vendin ton apo në vende tjera. Dhe rasti I fundit ishte I djeshëm. Ishte pak ngjethës, qoftë politikisht sepse u shkarkua një zotëri si Nesti Dhimojani, kryetari I Himarës 96-2000 dhe pastaj vitet e fundit kryetari I Këshillit Bashkiak të Himarës I zgjedhur me konsensus nga gjitha palët e përfaqësuara për të zëvendësuar nga një njeri I cili, sipas gazetave italiane, kishte rrëmbyer të bine një të pasuri për ekstorsion dhe kjo është e rënë në vetvete, por krime të tilla ndodhin. Çfarë është shumë e rëndë dhe jo humane ishte ideja e keqbërësve që pengun e rrëmbyer do ta vrasësh me një herë dhe pastaj të negociosh me familjen për ta kthyer, sepse kështu ke shanse për të humbur gjurmët dhe për të mos u kapur. Dhe pikërisht një person të involvuar në një qark njerëzish tillë, mazhoranca socialiste integriste e emron kryetar të Këshillit të Qarkut Vlorës. Prandaj zonjë e zotrinj, debati sotëm është për këtë situatë që nuk ka ndodhur më parë. Dhe kërkesa e opozitës për një komision hetimor, për ligjshmërinë e këtyre emrimeve, pra duke nuk kuptuar çfarë kanë në të kaluarën, secili prej këtyre njerëzve që nuk emërohen specialist apo shefa sektori, po titullar drejtorisht rëndësishme, është I nevojshëm të kalojnë sit. Dhe në konferencën e kryetarëve kur e parashtruam, kryetari I grupit socialist, zoti Ruçi, që sapo hyri në sallë, tha, dakord jemi parim. Po le ta zgjerojmë, mos marrin vetëm shtator 2013, qershor 2014. Po le ta shtrim nga 2009. Dhe nuk ka ndonjë gjë thelbësisht keqe në këtë kërkesë shtesë. Vetëm se diçka duhet të kenë parasysh zonjat e zotrinj në këtë sallë dhe ata që na dëgjojnë, që gjatë viteve të opozitës Partisë Socialiste, qoftë kundër koalicionit PD-LSI,
2009-2013, apo koalicioni rreth PD-s 2005-2009, të përditshme kanë qenë dhe atëherë konferencat e shtypit. Akuzat e pafundme kundër qeverisë, edhe për aksidente trafiku, ku si në çdo vend botës përgjegjësia e qeverisë është e vagull dhe përgjithshme, është më tepër përgjegjësia atyre të involvuar, është kërkuar dorëheqje dhe është vënë jo përgjegjësia, po më shpesh faji te qeveria. Por, kjo është pjesa e rëndësishme e fjalisë, unë nuk më mend që zoti Rama dhe zëdhënësit e tij të asaj kohe të kenë bërë akuza të tilla të përditshme, si ato të Laurës dhe Silvit dhe titullarëve tjerë më të rëndësishëm të Partisë Demokratike për emrime të njerëzve me precedent penal në poste të rëndësishme në shtet. Unë vetë kam thënë në nëndor, ndoshta kam qenë një lloj dallandyshe jo fort e bardhë, por e parë, që kam denoncuar rastin e emërimit drejtorit DPSHTR-s në Berat. Dhe ai ngrati kishte abuzuar me shitjen e një makine. S'kishte bërë në gjë të madhe, prandaj gjykata e kishte dënuar me kusht. Por pas kësaj, në dhjetor, në janar dhe në muajt vijim, kemi patur raste njerëzish me precedent penal që përfshin dënime mbi 10 vjet. Për trafik droge, për rëmbim personash, për dhunë, ndoshta mund dalin në një dhe për vrasje. Dhe këto janë gjëra që nuk kanë ndodhur përpara. Edhe në kushtet e një polemike të jashtëzakonshme, siç ka qenë ajo e 8 viteve qeverisë shkuar, sidomos në momentet caktuara. Prandaj, krahasimi është i pavend. Është me interes ta dim si kanë qenë emërimet e drejtorëve edhe në 2009-2013. Është me interes ta studiojmë ex post si ka qenë 2005 dhe 2009. Por si ka qenë edhe në kohën e qeverisë Nano, Majko, Meta apo edhe më parë. Por interesi është jo direkt, është me kuptim historik, ndoshta akademik, është për të nxjerrë mësime. Por zonjë zotërinj, ne jemi në një periudhë të jashtëzakonshme, kur këto emërime bëhen dhe administrata publike ka impakt direkt mbi popullin dhe mbi besueshmërinë që ka ky popull për institucionet e shtetit vet. Prandaj bashkimi i 4 vjeçarit shkuar me 1 vjeçarin e tanishëm është krejt i pavend, sepse përsëris nuk kemi patur as raste dhe as denoncimeve të rasteve të tilla kaq të shumta në numër dhe kaq të rënda për sa i përket penaliteteve konkrete. Prandaj mendoj që ishte më tepër një lëvizje taktike për të gjetur sebepin, për të gjetur justifikimin për të evituar një komision hetimor i cili jam i sigurt që Edi Ramës dhe titullarëve tjerë të mazhorancës, përfshi dhe Ilir Metën patjetër, dhe i nxirrte shumë vështirësi. Sepse ata që kanë dalë me precedent penal janë akoma në një masë të madhe në detyrë. Dhe është e vërtetë që kemi ngritur apo kemi kërkuar ngrihen shumë komisione. Jo të gjithë janë ngritur, ai që do të diskutohet mbas kësaj pike të renditës do të nxjerrin pa gjëra shumë të rënda, që përsëri nuk kanë bërë vaki përpara, sepse janë oficerë policie që në kohën e qeverisë Nano janë shkarkuar për gjëra ndryshme, për shije dhe trafik droge, të cilët janë riemëruar në poste të larta. Dhe rastet të tilla janë ato që përbëjnë shqetësimin jo vetëm të vendit tonë. Dje patëm një lajm të mirë. Dje patëm një kërkesë për 3. herë nga komisioneri për zgjerimin, drejtuar Këshillit Evropian për statusin kandidat të Shqipërisë. Dhe komisioneri i zgjerimit nuk është njeri që dyshohet që ka distancë apo armiqësi apo kritik tepruar me kryetarin e qeverisë tonë. Dhe pikërisht ky zotëri komisioner ka qenë ndoshta shumë i ëmbël këto raste. Dhe raporti që u publikua për mendimin tim paraqet vetëm një përqindje të vogël problemeve. Por duke qenë se vendimi i fundit qershorit është i rëndësishëm, prap duhet ta përshëndesim. Por e vetmja kritik që ai ka thënë muaj përpara ka qenë problemi i hasur, problemet e hasura me administratën publike. Dhe këtu kemi kaluar nga i fazë në i fazë tjetër. Nuk jemi më në ndryshimin e administratës publike kur vjen një mazhorancë e re dhe një qeveri e re, që duhet merr të fund të paktën sipas premtimeve rilindëse. Dhe kujtoj këtu që edhe avokati i popullit, zoti Totozani, personalisht i përzgjedhur nga Edi Rama, më në fund ka thënë para 2 javësh që kjo duhet merr të fund. Se nuk jemi as në 2005, nuk jemi as në 96, në 97. Jo, rilindja nuk ishte për këtë gjëra. Rilindja ishte për tjera çështje. Dhe vim në këtë pikërisht
për tentuar për të ngritur një digë. Ndoshta nuk është një digë që e mban krejt valën e babzis, vetë për zgjedhjes me krimi. Por të paktën një pjesë saj mund ta mbajë, të paktën një flamur për gjithë ata votues të ndërgjegjshëm dhe të pableshëm të këtij vendi, besoj do ta jepte duke nxjerrë faktet një nga një, konkrete. Jo thjesht të deklaruara, dhe këtu qëndron ndryshimi nga selitë e partive, sa do të vërteta qofshin ato, sa do të mbështetura me dokumentacion qofshin ato, por nga një komision hetimor ku përveç opozitës merr pjesë dhe mazhoranca, dhe kjo është vlera shtuar e një komisioni hetimor. Edhe pse në historinë e gjatë, relativisht e gjatë të komisioneve hetimore, palët nuk kanë rënë dakord dhe kanë dalë me 2 raporte. Përsëri faktet së bashku i kanë parë. Dhe ky është problemi real të cilin ne duhet ta përballojmë, sepse nuk është një problem që duhet ta fusim poshtë qilimit e ta fshehim me sebepin e datës 28 qershor, apo dhe të verës pa vëmendje. Është një problem që po ja dëgjojmë këmbanën tani, por që nëse nuk e trajtojmë, do e dëgjojmë bubullimën më vonë. Ju falenderoj.